Sot jemi mbledhur këtu se të kërkojmë drejtësi. Jemi këtu si shoqëri transporti interurban, si njerëz që punojnë me rregull, paguajnë taksa dhe mbajnë përgjegjësi çdo ditë. Prej vitesh operojmë me licenca, me kontrolle, me kosto të larta dhe rregulla të qarta. Ndërkohë para syve tan po lejohet padrejtësia. Taksia po bën linja autobusi. Pugon 8+1 që punojnë si linja të rregullta. Kjo nuk është konkurrencë, kjo është padrejtësi. Ne nuk kërkojmë privilegje, kërkojmë vetëm zbatim të ligjit. Ligji të vlejë njësoj për të gjithë. Kush bën linjë, të jetë për linjë. Kush bën taksi, të jetë taksi. Kush punon pa leje, të mos tolerohet. Një tjetër problem i madh është terminali. Jemi në prag të vitit 2026 dhe flasim ende për transport pa terminal. Vlora, qytet turistik dhe europian, nuk mund të funksionojë pa kushte transporti. Zhvendosja e stacionit jashtë qytetit, autostradë, nuk është zgjidhje, është izolim. Transporti nuk dëbohet, transporti organizohet. Pas nesh janë familje, janë shofer, që jetojnë nga kjo punë. Çdo vendim i gabuar ka pasojë reale në jetën e tyre. Sot kërkojmë dialog, kërkojmë zgjidhje dhe rregull. Ne do të vazhdojmë të punojmë me ligj, por presim që ligji zbatohet për të gjithë. Faleminderit. Keni emra konkreta atyre që shkelin ligjin dhe ai keni denoncuar? Ne i kemi denoncuar her pas here kush shkel ligjin, por nuk merren masa. E vetmja policia rrugore mund të ketë bërë disa që na është përgjigjur, vetëm shefe Refia që mund na jetë përgjigjur deri diku, por një person ose disa polis nuk e rregullojnë dot të lloj gangrene që është krijuar këtu. Çfarë do të bëni në vazhdim? Ne do vazhdojmë protesta derisa të merren masa për largimin e kësaj padrejtësie. Sot nuk do të punoni. Sot edhe në vazhdim.